Nëse po besoj që nëse shohin qytetarët që refuzohet Amerika, unë po besoj që cenohet, nuk po egzagjeroj nëse them, cenohet edhe integriteti territorial dhe suvereniteti i vendit. Do të jemi haptas, ne po konsolidohemi si shtet, kemi bërë hapa të mirë në ndërtimin e ushtrisë, policisë, mekanizmave të sigurisë, inteligjencën, por çka pa partner ndërkombëtar, çka pa partnerin ton strategjik shqiptar. Absolutisht do të ishim në pozitë të pafavorshme dhe do të vijë në pikpyetje ekzistimi i shtetit. Prandaj duhet jemi jo vetëm mirënjohës kuptim të mirësjelljes, por duhet të investojmë në ndërtimin dhe përfundimin e shtetëndërtimit dhe asnjë dialog nuk mund të kalojë mirë pa rolin e Amerikës. Gjithmonë Amerika prej Wilsonit tek ndej ka qenë aleat, partner dhe avokat i interesave të shqiptarëve. Vazhdon të jetë. Ne duhet të jemi mirënjohës dhe duhet t'ju ndihmojmë atyre për të pranuar ndihmën që ata po japin. Jo vetëm si një shtet që ekziston diku në Ballkan, por si një shtet që gjithmonë ka qenë këto troja autentike, ka qenë në drejtën e vet për vetëvendosje, ka luftuar për të mbrojtur pragun e shtëpisë, jo për të okupuar territore të tjera. Prandaj në këtë frymë të mbrojtjes drejtave të njerëzit, të respektimit parimit vetëvendosjes, si të gjithë popujt e tjerë, edhe Amerika na ka pasë aleat. Prandaj ne duhet t'ja kthejmë këtë monedhë me të njëjtën mënyrë duke respektuar, duke ia dhënë hakun dhe duke vazhduar shtetëndërtimin së bashku, duke shndruar në partner të krijimit të